do të flasim për protestën, mbyllet edhe kjo javë, por e shtuna ka një veçanti sepse zhvillohet edhe koncerti i këngëtarit e njohur Kanye West që vjen në Tiranë. Venedik, përshëndetje dhe faleminderit. Mirëmbrëma dhe faleminderit ju për testën. Faleminderit ju, Tiku, më lejo të drejtohem për shkurt për ta bërë bisedën edhe me misore. Çfarë po ndodh në gjykimin tuaj me këto ditë që kanë kaluar? Tashmë jemi në gusht. Kaluan dhe të 40, 41, 42, vazhdon protesta. Nuk e di ju si shikoni ritmin nga andej. Shiko, unë do ndalem te kjo e 40-ave në fillim, pastaj mund të analizojmë dhe më thellë, por një që më ka bërë përshtyme me ato revanit, me ato hallvat, se nuk e di se 40-at e kujt po bënin aty dhe mu duk pak e çuditshme, me thënë të drejtën. Shiko, një popull që ngrihet për të kërkuar të drejtat e veta, një popull që ngrihet për të mbrojtur ambientin, ose ambientalistët dhe të gjithë ata që janë aty që japin mend njëri tjetrit, tani nuk po shkojnë në drejtimin e dur që të përqendrohen tek ajo ku është fokusi më i madh që të rëzohet qeveria, që të bëjmë diçka për të vënë, por e kemi kthyer atë protest tani. Filluam nga këpucët, shkuam tek dhuratat, te tortat, vajtëm te hallvat, te revania dhe mua po më duket harroat edhe arkivolin aty, ai ishte akoma merën. Ajo arkivolit njëra, ajo ishte, nuk e di se kush më ndjen dritur e tha atë e solli atë ide, këtu se shiko, do më paragjykojnë për faktin se po them disa gjëra të vërteta dhe unë jam i qartë me veten time, por do më dukesh absurde që në një protestë popullore, paqësore, që flasim për të drejtat dhe të gjitha ato të këqija që janë për t'i vendi, merremi tani me, ta themi pak popullor, që me gaxhimixhi. Nuk përqendrohemi. Pse nuk merr, shiko, askush nuk merr, di pse, ndaj dhe unë kam këmbgulur, kam thënë që ajo protestë. Kush po e çon tani këtë protestë në këtë drejtim, sepse kur ju ishit në shesh, flas për bërthamën e këtij viti, kishte një drejtim tjetër ajo. Pra mesazhet, pankartat, fjalimet, tani ju nuk jeni dakord me këtë si po betiset tani. Po kush po e betis, sepse ju pavarësisht se nuk jeni këtu, keni kontakte edhe me organizatorët, edhe me ata që protestuesit e tjerë, qytetarët. Pra, kush po i luan fijet? Sigurisht unë mund të të përmendë një detaj për të ardhur dhe tek pyetja juaj, por do të përmend një detaj, madje jo më larg se pardje, një mikesha ime që jeton në Francë, i është dhunuar djali fizikisht, dhe ajo quhet Marieta Markaj, e cila për faktin se e denoncon ka u lënë ballën në gjitha mënyrat se si sillet në diasporë, ai ka tentuar fizikisht të dëmtoj dhe djalin e saj dhe ta fyej në mënyrën më të keqe të mundshme. Madje kjo ka qenë protestë në Tiranë? Jo, kjo ka ndodhur në Strasburg. Po kemi parë disa që vajtën një jo, janë disa janë aktivistë, të cilët janë, unë po të them për fenomenin dhe do dynte pyetja ku më drejtove, po do të ta argumentojmë këtë pjesë sepse disa gjëra atje në Tiranë. Ju keni kontakte jo vetëm me ata që janë në Tiranë, por edhe në pjesë të tjera të Europës. Unë dua ta informoj opinionin shqiptar, por dhe të gjithë ata që e quajnë koka e protestës veten, por nuk janë koka. Pikërisht, mbase ne nuk jemi në shesh, mbase ne nuk jemi atje, por ne jemi në sheshin më të madh. Duke mbrojtur dhe punën ku jemi, duke mbrojtur gjithçka, shkojmë dhe protestojmë, shkojmë dhe i ndjekim nga mbrapa, kudo që i shikojmë, ndash ta ulant ballën, ndash çdo që do shohim, ndash në Munich, ndash në Strasburg, ndash kudo qofshin në çdo vend, në Milano apo kudo qofshin. Kemi lidhjet dhe kontaktet tona me aktivistë në Milano, në Francë, në Amerikë, në Berlin, në Bruxelles, në Bern të Zvicrës dhe kudo, mund t'i përmend një nga një, kudo kemi kontakte të cilët kontaktojmë dhe nuk është vetëm se duhet të rrish në Tiranë të protestosh. Kjo protesta që bëjmë ne është akoma më shumë, është sensibilizim ku gjithë opinionin duam ta çojmë në këmbë, por jo ta çojmë në këmbë dhe ta çojmë në Tiranë atje dhe ta marrë peng
një pjesë ose do ta thoja disa mendje mykur atje brenda që po e çojnë protestën në drejtimin ose po e çojnë ujin në mullirin e atyre njerëzve që ashtu e donin protestën, siç i bënin protestat e tyre me çadra, me çatira, me kusira e me timone e ku di unë me radhë derisa kishte edhe konflikte, flakadan e ku di unë. Pra, Kjo protestë po shkon në drejtim. Ata që janë në Europë janë të ndarë, pra janë të shkëputur për sa i përket drejtimit si duhet marrë protesta nga ata që janë në shesh në Tiranë. Pra nuk kanë pika takimi me ndryshe nga dy protestat e para të mëdha. S'ka asnjë lidhje kjo këta emigrantët diasporës me ata emigrantët e makinave të shtrenjta që i mori Adriatik Lapaj për të treguar që apo vjen diaspora. Diaspora e vërtet dhe patriotët e vërtet dhe patriotet e vërtet, dhe këtu do përmend, do ta citoj më shumë patriotet, di të them që femrat janë patriote më shumë se meshkujt, më beso, dhe janë burnesha këtu, vajza dhe gra, të cilat e tuan ka dhe në Angli, unë mund të them me emra dhe me mbiemra, plot mike e mikesha, por dhe miq sigurisht që janë më patriotë se ata patriotët atje në ato hallba. Tiku, tani çfarë drejtimi po marrin këta, sepse Tiranë protest në këtë mënyrë që ju thoni që nuk jeni dakord. Jashtë po vazhdohet në këtë mënyrë. Tani kështu besoj edhe ju jeni dakord që kjo nuk mund të vazhdojë për shumë kohë në këtë mënyrë. Ne atë që unë dua të them në kontaktet e mia që kam me të gjithë aktivistët në diasporë, në vendet respektive ku i përmenda më parë, ne jemi në kontakt dhe do jemi akoma më të fuqishëm se ata në Tiranë një ditë. Por kjo le për të parë dhe për të mbledhur forcat e duhura nga këtu nga diaspora dhe t'u tregojmë atje, sepse atje shiko çfarë është bërë. Atje kanë ardhur disa eksponent, gjoja nga diaspora, po ata kanë vdesin për pak për vëmendje dhe do të them edhe diçka se disa më janë drejtuar mua, jo vdes për vëmendje, jo njërin e tjetrin. Dhe do të them diçka. Faktorizimi dhe ai si ta shpjegoj unë atje se nuk po e marr, nuk gjen as fjalën e duhur që t'ja u vesh emrin atyre se s'dua që të kaloj me etikën time. Tani nuk mundet një njeri vetëm ose 3-4 njerëz aty të drejtojnë një protestë tonë. Madje tani kanë arritur deri në atë fakt që thonë, hajde çdo qytetari në rrugë, hajde fol. Ku derdie këta nuk i lejonin kërkujt mikrofonin. Sot e shikojnë që po zbehet gjithçka dhe thotë, hajde dhe me ti me ne, hajde dhe ti me ne. Dhe një gjë do të them brenda kësaj. Te nuk përmendet aty në atë protestë ai ligji 21 i 2024-s, po përmenden lloj budalliqesh, jo hallvara, jo torta, jo një. Po na intereson neve se çfarë torte do bësh për Edi Ramën, apo çfarë kostumi, apo çfarë kombinoshës, apo çfarë hallva do ndanë ty për 40 për 50. Ne aty na intereson të bësh Shqipëria dhe nuk na interesojnë këto lojrat, sepse me këtë lojë këta e çojnë mullirin drejt, ujin drejt mullirit të ish opozitës, se nuk e quajmë me opozit, të ish opozitës së Sali Berishës, se nuk ekziston, nëse po të kishte patur opozit, nuk do ishte vendi këtu, dhe po të kishte patur shtet, Shqipëria nuk do ishte këtu, kështu që ata eksponent që janë sot në protest, janë të gjithë që çojnë ujin në mullirin e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Dhe ky është fakt dhe nuk e lëviz topi. Tiku, tani nga bërthama që ishit ju, kush e ka marrë në dorë protestën tani? Kush janë ata që ju po thoni, që thatë pak më lart, që po e çojnë ujin në mullirin e Berishës së Ramës? Kush janë këta? Një nga këta është Genti Progni. 1, 2, unë mbase është në fushën tuaj dhe do ndihesh i shokuar, dhe Osman Stafa ka qenë një njeri që gjithmonë ka ngrenë nga dora e Sali Berishës, por lase se qiqet sot se ka bërë këtë proteza pa të protezu, hidh. Tani syve mund t'i hedhësh dikujt që nuk është marrë me këtë punë, po jo mua dhe shumë të tjerëve këtu në diasporë. Jo të kundërshtoj pak këtu, jo sepse kemi kolegë në fushën e medias, po ata kanë bërë denonstime çdo ditë në media për problemet shëndetësie e tjera. Ju pse mendoni kështu? Unë mendoj kështu sepse e kam qartësuar veten në mënyrën se si këta akumulohen në të gjithë të protestë. Dhe nuk mund ta marrësh një protestë peng që thua është e popullit dhe drejtohet nga disa eksponent. Dhe nëse unë vi nesër dhe them, mund mes asaj proteste, kush nga ata atje do ta pranoj që unë nuk e dua Izraelin, unë nuk e dua Amerikën, unë nuk e dua këtë. Po pse do të servelosem unë Amerikës e Izraelit të çdo kujt atje? Madje
për punë e Izraelit, një tjetër aktivist, ai ka bërë pjesë tek Partia Shqipëria Bëhet, Ilir Xhemalaj, ai është një njeri atje që rrim brapa mikrofonit, si të them unë, si ata bodyguardët që rrim brapa Edi Ramës. Kështu që ka shumë eksponent aty që të vjen për të vjell, jo për të shikohesh në atë protestë. Madje ka dhe shumë të tjerë, herë njëri i qet ushtarak, tjetri i qet biznesmen e këtu me radhë. Për dritanin e keni këtë ushtarakut. Jo, ka disa dritanë të tjera, aty dritani është i nderuar e respektuar në këndvështrimin tim, po dritanin unë në një intervistë me një kolegun tuaj e kam thënë dhe do ta them që për dritanin kam mbrojtur do të ruaj një respekt të jashtëzakonshëm, madje dritani aty u përdor nga disa mendje mykur, siç e kam thënë edhe tek një kolegu juaj, është përdorur si nga disa mendje mykur, por ka të tjera aty brenda që as ushtarak kanë qenë, as luftë kanë kryer, postiera kanë qenë dhe kanë dalë sikur këta janë nga ata njerëz që zihen për disa shoqata e jo më për karriget kësaj natyre. Tani, ndërsa për atë qeleshën e gjithë me radhë, kam shumë penjë për gunën e tyre. Po megjithatë, koha do t'i vërtetoj dhe siç ka vërtetuar nga fillimi im dhe deri tani. Për qeleshën e keni fjalën për këtë, për Arbenin, për Arben Kolën, po. Dhe qeleshja si duket I ka mbyllur punët e tija me këtë protestë dhe tani sjell njerëzit vërdall. Unë di të them vetëm një gjë, që nëse Shqipërisë nuk I del Zot, ose si ta themi më qartë, nëse një diçka nuk e ke zanat, mos u bëte lall në fshat, I thona nga anët tona. Dhe unë do t'i thoj atij qeleshës, nëse s'ishe I Zoti, shtaçonje Shqipërinë atje ku duhesh, mos e triq një popull zvarr, sepse nuk mund të rrish ti në shesh, thirr, hajde Ramovici e dim të tërë tani. Ne çfarë do bëjmë? Ramovici, ky thirr Ramovici brith lart e poshtë. Ramovici tallu me këta. Njeri quan budallënj, njeri quan shushunja, çfarë I vjen përmbar atë? Po më duket qesharake tani. Po lexoja komentet e bisedat e kaluara që ne kemi zhvilluar bashkë, edhe shumica e njerëzve ishin dakord me konstatimet që ju bëni. Por pyetja e tyre, e disa prej tyre ishte që dakord, ju e keni bërë këtë konstatim tani, po çfarë do ndodh në vazhdim? Si shikoni vazhdimin edhe fundin e kësaj? Pra, do mbyllet me vapa me gushtin, do kemi parti politike, do ketë një marrëveshje, sepse është paralajmëruar që qeveria mund të ketë një takim me një grup pak ditë më parë, po tani s'është dëgjuar më këto ditë e fundit. Pra, si do vazhdoj? Kjo është problemi. Si do na kap vjeshta? Dëgjoj tani si do na kap vjeshta. Do të them një muhabet dhe këtu është edhe në intervistë dhe kjo do mbetet. Mbas një shtatorit, te gushti do fshota çka kalojnë këta. Si duket plazhin si vjet e than këta, s'ka si vjet plazh. Po s'ka plazh për këta, se këta kanë të tjera mendime dhe nuk kanë hall se do mbasin plazhin, këta kanë të gjëra të tjera. Po mbas një shtatorit dhe ande, po të them një gjë. Ta matrapazët do t'i shikosh ti, nuk do t'i lënë direkt motrës së njëri tjetrit, nënës së njëri tjetrit dhe çdo kujt njëri tjetrit. Mbas një shtatorit dhe ande, këto fjalë do t'jenë xhevair nga goja ime, nga këta matrapazët që drejtojnë protestën sot. Mbama mend të fjalë dhe kur të vi koha do t'i dëgjosh këto fjalë. Thoni që do zihen me njëri tjetrin. Këtu do jemi dhe do ma mbash mend fjalë që po të them. Këta matrapazët do t'i shikosh ti, s'do t'i lënë rrënjë deg motrës njëri tjetrit, nënës njëri tjetrit, gruas njëri tjetrit e çdo gjë. Këtu do jesh do t'i mbash mend. Shqiptari për atë që do të përfitojë është razi të shesi dhe nënën. Pra nuk ta fal suksesin, nuk ta fal. Pra, këta nuk do t'i lënë direkt njëri tjetrit. Mbama mend fjalë po them, këtu nuk po them shqiptari, flas për këta, se jo të shqiptar, se ka shqiptar që kanë unë për shembull, po lë kohë nga koha ime dhe po jap të pamundurën që të bëjmë atë më të mirën me aktivist në diasporë dhe aktivist patriot, jo aktivist arrogant, jo aktivist, më fal për etikën, për të shitur mend dhe s'dua ta kaloj etikën për të shitur gjëra të tjera, duke ardhur me makina të shtrenjta, kujtova se bën ndryshimi. Madje nesër është thirrur një protestë madhështore, kam nëse zgaboj. Po, janë bërë thirrje edhe për të prishur këtë koncertin e këtij Pikërisht. Mban mend Lul Bashën? Luli tha, Rama se do kryeministër tha. Po, se do ai kryeministër, këta Ramën e kanë kryeministër, nga njëra çadra e kanë filluar si Saliu,
kilometri fundit, e kësaj radhe, Rama s'është me kryeministër, Rama vazhdon kryeministri, këta shkojnë pas ditën piknik, janë rregull, ato thënjet na i kanë neveritur, me atë Shqipëria e re, me atë Rama ik, edhe të venitur, të ngordhur, i lutem, Rama ik, se ngordhur, Rama ik. Po, vazhdon. Po më lejo ti kundërtoj tani që ata pavarësisht gjithçkaje, ka dhe një mendim tjetër që këta pavarësisht metave, pa mbajnë gjallë atë protestën aty. Mes vapës, korrikut, presionit, e të tjera, prap Tirana pëgëlon. Mund ta shikojmë kështu? Shiko, një popull i kaq vojtur, i kaq torturuar, një popull që i është shpreh shpresa, një popull që është vrarë fëmija, një popull që është lënë pa ilaçe, pa spitale, pa drejtësi, pa arsim, pa infrastrukturë, pa asgjë. Domethënë, unë mund të përmend këtu një sër arsyesh nga këto. Kryeministri i këtij vendi, dhe do të dalë në fund tek pyetja, kryeministri i këtij vendi shkon dhe jep 4 miliard lek për një koncert. Dhe tani po vinë shpëtimtarët, siç erdhën 2 herë, dhe do shpëtojnë protestë madhështore nesër. Sigurisht biletat janë shitur, lekët kanë shkuar aty ku do shkojnë. Të gjithë kanë marrë atë që u takon, dhe këta për të larë gojën dhe për të larë duart me këtë popull për të thënë që ne e kundërshtojmë, do bëjnë këtë marifetin e nesër. Këtë të sigurojmë, ky është realitet. Pra, ju thoni që nesër nuk do ketë ardhje të diasporës në Tiranë për të mbështetur protestën? Diasporja mund. Dilber, diasporja mund. Përse unë nuk e marr mundësinë të shkoj me atje në atë protestë? Atë mund ju kuptoj. Rrugën. Po, edhe nga kontakti që keni me rrjetin tuaj në Europë, po këtë mendim kanë? Sigurisht edhe madje sot kam patur kontakt me 3-4 nga këta aktivistë dhe më kanë thënë Tiku, të falenderojmë për atë mendim që na ke dhënë për Genti Prognin dhe jemi bërë pishman, madje disa nga këta kanë hequr dhe postimet në momentin që kanë kontaktuar, kam thënë po i keni Terezi apo s'ini Terezi. Se kishte marrë, shikoj tani videon, atë videon që ka postuar zonja në fjalë që përmenda më përpara për Tauland Ballën, ka nga ata që 4 veta dhe i 5 kam qenë unë që më është dërguar që në orën 7 të mëngjesit videoja, të ditës së nesërme, dhe se ka patur kërkush. Më lejo ta them edhe këtë që ka nga ata që kanë edhe një mendim, një vlerësim pozitiv për Gentin apo për një tjetër, pra secili mendimet janë të ndryshme në këtë. Dakor, shiko, unë nuk mund t'i mbush mendjen në fund të fundit, nuk është se unë po dua ta mbroj Gentin apo Jo, absolutisht. Po e bëjmë bisedë. Në fund është fundi që do ta tregoj nëse keni ju të drejtë me parashikimin tuaj apo ka para tjetër në këtë rrugë që ka nisur. Shiko, puna mori, ose si them unë, kjo punë ose peshku bjerë nga koka. Këtë më tuaj tani, Ferra kur e mori uratën? Kur? Bra, Ferra e mori uratën që nga drejtimi drejt aeroportit, që aty u duk që ky njeri kishte tjera ambicje. Madje ky Olsi Jasengjiu, si ka emrin, se nuk e njeh emrin. Po. Olsi. Unë nuk kam në konsiderat për të dhe s'kam patur në konsiderat, unë mund t'ja them edhe këtu emrin publikisht që është një sorr komplet. Por s'ka rëndësi, unë e mbaj përgjegjësi për fjalët e mia, por ditë të them ka gjë që ai ka bërë një shkrim, unë nuk kam në konsiderat për atë njeri fare, por kishte bërë shkrim dhe kam lexuar dhe e kishte qartë për Genti Prognin dhe për situatën që nga fillimi i protestës dhe kishte thënë shumë bukur dhe ishte sikur t'i kisha thënë unë që shkruaj këto që po të them unë. I kishte shkruar të gjitha që nga dita e 4 dhe këte protesta nuk është me protesta e popullit, është protesta e njerëzve të indoktrinuar aty brenda në atë protestë, që si nga Genti Progni është shumë e rrallë, madje aty është bërë, do të them edhe diçka tjetër, po të shikosh dhe Shpend Gashi është bërë zëdhën si Sali Berisha në atë protestë. Dhe nuk është me Shpend Gashi aty për të dhënë mendime tjera. Është zëdhën si Sali Berisha në atë protestë. Është shumë e thjeshtë. Unë besoj Shpend Gashi fotografinë e teatrit nuk e ka në mur, fotografinë e Sali Berisha mund ta ketë në çdo sfaqje muri. Tani nuk mund dali dot një njeri i tillë dhe të thotë ty që ne do bëjmë Shqipërinë, neve këtu e një atje. Tani ai mund t'i tregojë në njëri që nuk e njeh thellë, ai nuk më njeh mua, unë e njoh shumë mirë. Pa aty ka që adhurojnë Berishën, Ramën, Metën, Qorrin, Lapajn, Shabani tani
Ne kemi avokat, Shiko, po ka fjalën që Katerin, Sheshi ka përmbledhur të gjitha. Sigur, aty aty është bërë mix. Nuk dim këtë heqim parë dhe këtë lem aty. Aty gjen, unë do që t'jo postoj, unë kam video të cilat tregojnë deputet që rrinë afër aty mikrofonit, deputet njerëz. Dhe këta bëjnë sikur deputet Partisë Demokratike, deputet njerëz të këtyre të Partisë Socialiste shkojnë për qef e njerëz tjetër. Ore, aty brenda nuk është më protesta e popullit, aty ka njerëz të indoktrinuar të partive që kanë rojtur pushtetin për to 35 vjet. Dhe këta ju thoni e kapën me pak fjalë. Protesta është kapur që në ditën e 4 dhe këtë Selvis Topi. E kam thënë dhe do ta them. Në ditën e 4 protesta ishte popullore dhe rrugët ishin plot dhe rrugës kur ecnin njerëzit të falenderonin, thoshin shqyr që ndolin dikush që të ngrej këtë popull. Dhe tani këta e kanë përveçsuar, madje disa eksponentë, unë nuk do t'i përmend sepse nuk janë as emra se i thonë një fjalë karamele, mbajnë në gojë këta njerëz, se kanë edhe të rëndësishëm se kush janë, të kemi fare që rrinë aty te protestat, disa e bëjnë me ditë, disa rrinë një ditë tjetër rrinë disa të tjerë, ka bërë me radhat mikrofone aty. Dhe tani e pan që po u bie vlera, dhe çfarë bëjnë? Hajdeni dhe nga rruga, hajde fol. Tani po e kanë bërë protestën, flasin për ndarjet, flasin për dasma, flasin për gostira, e kthyen edhe në vakiat, gjitha bashkë. Domethënë është kthyer një tallje komplet. Domethënë nuk flasim më se çfarë halle ka populli. Tani flasim se la gruaja burrin, sa la burri gruan, e vajti të martua, e kështu me radhë poezira, a thotë se kemi dëgjuar poezitë e të Fanolit, e të çdo kujt gjitha. Aty është bërë Big Brother tani, nuk është më protestë. Nëse keni edhe diçka tjetër për të thënë për atë nga kontaktet që keni me ata që janë në protestë në Tiranë, përpara se të kaloj tek pyetja e fundit. Të vetmi kontakt që kam është Tauland Muka dhe e falenderoj që e njoh dhe është një djalë ekselent, është një djalë madje ka qenë zëvendës ministri i arsimit për pak kohë dhe ka bërë dorëheqjen, është larguar dhe është një djalë ekselent i cili ka provuar dhe ai të njëjtën gjë që kam provuar dhe unë në atë foltore, si të quajtur tani më, se tani unë po e quaj foltore, atë nuk e quaj më kreu i protestës. Është foltoria aty. Foltore bënde Berisha tani. Po, jo, këta kanë bërë më të madhe për foltore Berisha, këta kanë kaluar Berishën, këta e kanë qanitur, këta janë bërë me ekspert tani. Po ky fati kuvendit si do shkoj tani, se do kemi kuvend me 300 Ky fati kuvendit ka aty me ndjen dritur sa duash, madje kanë edhe atë Elidior Kullurin, kryelarti ose kryendrituri si e quajnë atij ata, që kur e dëgjova në një intervistë duket në rrjetet e sociale, më kujtonte Gazmir Brakën, Gaxhajin kur fliste. Sikur dëgjoj atë Gaxhajin dhe Elidior Kullurin, po thosë se ishin të njëjta, gjithasht ndryshonin. Tigo, çdo mendim është për të respektuar. Ai ashtu mendon, tani do vendos. Unë do respektoj atë që mbron të drejtën e popullit tim dhe jo atë që do të përfitoj dhe të mashtroj mbi të drejtën e popullit tim. Pra kuvendi nuk zgjidh gjë. Çka kuvendi tani? Hajta qojmë kuvend, hajtu bëjmë qefin atyre, pa për mua ai kuvend është kuvend. E fundit që kam Tiku është si do vazhdoj tani në Europë, si ma thatë pak më lart, por organizimet aty do vazhdojnë në çdo qytet të ndryshme duke Madje ka shumë njerëz këtu ose aktivistë këtu në Europë që kanë dhe kontakte me disa persona që janë aty në protestë. Por nga kontaktet e mia që kam, më kanë përmendur një dhe nuk do ta përmend se vetë godet si keq, dhe më ka thënë që e kam mike dhe tash ti mund ta kesh mike dhe të rroj, unë e kam njohur nga afër aty në protestë, po nga momenti që është implikuar dhe i ka dalë krah disa eksponentëve që nuk ka as tru për ta çuar më tej këtë gjë dhe as nivel për ta çuar në nivelet e duhura një protestë popullore, që të udhëheq një protestë popullore dhe që të thuash që është revolucion dhe do bëjmë Shqipërinë e re, e çfarë nuk kanë nxjerr është neveri, po them neveri, dhe unë nuk i besoj me atje asnjërit nga ata që janë në krye të asaj proteste. Dhe mund të thonë çfarë të duan, se ti je kundra protestës, ti je tradhtar, ti je kështu, e çfarë nuk mund të thonë. Unë të them ka gjë. Unë do ta përmend këtu, është një djalë nga Veriu, quhet Zef Nika,
me atë kam qenë në fillim të kësaj proteste dhe unë do ta përkrah atë djalë sepse mbase ai mund të ketë ambicie, shikoj, unë po e them publikisht, për të fshehur atë mbrapa në thonjza se mos ai ka një diçka në mendjen e tij. Por unë do ta përkrah, sepse është një djalë me zemër dhe një djalë i sinqert. Nëse ai ka diçka djallëzore brenda vetes tia për të përfituar nga kjo vurpull, turpi le t'i mbetet kush di të bëj turp. Kështu që unë do ta përkrah, sepse ka qenë një nga të parët, i dyti kam shkuar unë atë protestë dhe janë me radhë, të gjithë me radhë, Bleti Çakalli, Orest Berberi edhe një djalë tjetër. Këta do t'i përkrah dhe do vazhdoj. Dhe do bëj të pamundurën që këtu të organizoj djem dhe vajza, burra dhe gra, me zemër që duan Shqipërinë dhe jo që duan të përfitojnë nga Shqipëri për të mashtruar shqiptarët. Sigur, unë falenderoj shumë për bisedën. Kënaqësi miku im dhe që besoj nga publiku do perceptohet si e tillë, pastaj koha do t'rregojë se kush ka të drejtë dhe ajo që ju thatë pak më lart edhe parashikimi që bën për në shtator në vazhdim. Megjithatë, nëse ju do jeni në Tiranë, besoj do ma thoni në bisedat e tjera, po që se kthehet mendje për t'ju bashkuar protestës prapë. Kënaqësi, unë do jem në Tiranë dhe do jem shpejt, madje u zgjedhin antarët do të kujtoj edhe diçka. Po ju zgjodhen antarët kuvendit, keni përgjegjësi pastaj. Nuk e di se çfarë do të ndodhi. Po. Por di të them që niset të më thoni diçka pak më parë, ndjes se ju ndërpreva. Po, unë di të them diçka që unë jam pro të mirës të vendit tim dhe duke mos kërkuar asnjë post dhe asnjë privilegj nga ajo protestë dhe nga ai vend. Dua të them vetëm diçka. Nëse do kisha një ditë në dorë për atë vend, do t'ja them dhe ta dinj këtu publikisht. Në dorë në atë vend një ditë, gjithë shqiptarët do t'i bëja që të harronin se kush ka qenë Gjergj Kastriot Skënderbeu. Ka gjë do bëja për vendin tim. Dhe kështu ta bëja me shpirt. Tiku të falenderoj shumë. Kënaqësi. Jos për kohën edhe mendimet që ju ndat me publikun ton, ju kam shkëputur edhe nga puna dhe angazhimet tuaja. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.